Miratimi i buxhetit në mbledhjen e Këshillit të Bashkisë së Vlorës nuk ka kaluar pa debate dhe jashtëdyerve të saj, aty ku këshilltarët i prisin edhe drejtuesit e autobusave të linjës interurbane. Ata kërkonin një takim me kryetaren e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini si dhe kryetaren e Këshillit të Bashkisë Elpiniqi Mërkuri për të diskutuar mbi problemet që kishin. Ndërsa kryetare e Bashkisë është larguar duke theksuar se do të takohen në ditën e premte, drejtuesit e autobusave të shërbimit interurban kanë dalur kryetaren e Këshillit të Bashkisë së Vlorës. Shpëtim Vironi, kreu i shoqatës së transportit interurban të udhëtarëve, thotë se zhvendosja e vendit ku qëndrojnë urbanët sjell penalizim të transportit dhe falimentim të 50 familjeve. E ndërsa në fund të takimit dhe mbledhjes së Këshillit të Bashkisë, këta të fundit u takuan edhe me kryetarin e Këshillit të Bashkisë Elpiniqi Mërkuri, ata shfaqin shqetësimet e tyre pas votimit të pikës 7 të rendit të ditës duke patur një dakordsi për mbledhje përgjatë të premtes. Zonja kryetare, ju derisa të takoj, vetëm bëjë një referencë kësaj, që kam shkruar atje kam për juve, se që kjo punë shumë e keqe. Kjo, kalimi kësaj, biles ta kam shkruar edhe lënda, këtu, për mos kalimin, e kësaj më shqilë bashkat, e okej këtu, më këpëtan. Edhe të shqit, dëvont kjo është një pabesim duhet. Ma gjithë jo dini vetë, Këshilli Bashkiak dhe gjithë anëtarët dhe me mua në krye gjithë jemi përpjekur në çdo vendim që kemi marrë të vëmë prioritet qytetarët e Vlorës dhe nevojat e tyre. Lidhur me ankesën që ju ma keni çuar personalisht, me se po më thoni që është numri juaj ky që më keni shkruar në WhatsApp, dhe ju kam kthyer përgjigje. Kam kontaktuar direkt me drejtoreshën përkatëse që më tha që ju e kishit takuar. Bashkë atë, do zonjë Doriana Ferrati. Një sekund, drejtoresha ka jemi të postponi gjithë. Drejtoresha ka dhënë këtë përgjigje. Unë për detetime iki me 15.000 lekë në Tiranë me makina pirate. Këtë përgjigje ka dhënë drejtoresha. Zonja kryetare, të paktën ju këtë e bën për faqet zezja, për faqet bardhë, falni. A mundem ta përfundoj se Jo, po të jap një herë argumentet e mia. Faktën na caktoni një vend për stacionin trenit. Stacioni trenit. Po, atje jo se atje s'ka as urban, as i gjon, as i send. Në djenin time dhe në kërkesë të gjithë këshilltarëve dhe të këshilltarëve të opozitës, të gjithë po ngrëm vazhdimisht në çdo mbledhje këshilli që të bëhet gjithë projekti i qytetit i cili është duke u marrë, që është një projekt i cili është duke u marrë. Kështu që atëherë për të gjitha këto detaje, sepse nuk mund të flas në emër të drejtoreshës që ka bërë dhe jeni ulur gjithë e keni diskutuar bashkë me drejtoreshën, nuk di çfarë keni diskutuar. Ajo më ka thënë veta kam thënë, ideja është të premte të ulemi dhe të gjejmë një pikë të mesme se ku e propozoni ju krahasimisht me atë që keni aktualisht. Për votimin e buxhetit 2026, por dhe zhvendosjen e stacionit urbanëve për pati kundërshtime dhe nga këshilltarët e opozitës. Në një deklaratë për mediat më njëherë pas përfundimit të mbledhjes së Këshillit të Bashkisë, Atit Hoxha, përfaqësuesi i këshilltarëve të opozitës, e cilësoi miratimin e buxhetit si të turpshëm, ndërsa vetë ai ka deklaruar se do të jenë në mbështetje të shoqatës së autobusave interurban për të zgjidhur problematikat e tyre. Këshilltarët e opozitës të gjithë së bashku jemi për të denoncuar arrogancën dhe mbylljen e mbledhjes para kohës, sesa këshilltarët e opozitës të mbanin fjalën e tyre lidhur me buxhetin e Bashkisë Vlorë, një nga aktet më të rëndësishme të këtij këshilli. Në të njëjtën kohë dua të ritheksoj edhe një herë mbështetjen tonë për shoqatën e shoferëve të autobusëve, të cilët po gënjehen nga kryetaria e këshillit, sepse pash që kishte dhënë një intervistë dhe thoshte që do t'i presin ditën e premte. Në pikën 7 të rendit të ditës sot është miratuar për caktimi i vendqëndrimit të mjeteve të transportit rreth qytetas interurban dhe ndërkombëtar në qytetin e Vlorës. Pra, këta ju thonë hajdeni të premten, ku ndërkohë sot me forcën e kartonave kanë miratuar se ku do të qëndrojnë këta zotrin dhe këta do të largohen gati 2 kilometra nga vendqëndrimi ku kanë sot, do të shkojnë në lidhjen që bën autostrada e qytetit Fier Vlorë me rrugën transballkanike në afërsi të burgut të qytetit, dhe këta zotrin sot po mashtrohen nga kryetaria e Këshillit Bashkiak dhe nga kryetaria e Bashkisë që do të priten të premten, ku ndërkohë ky këshill sot ka miratuar vendqëndrimin e tyre. Nuk kanë se çfarë t'i presin ditën e premte kur e kanë miratuar se ku do të qëndrojnë. Në të njëjtën kohë dua të ritheksoj edhe një herë heqjen në mënyrë flagrante të palishme të kryetares së Këshillit Bashkiak të drejtën e këshilltarëve për të diskutuar edhe për këtë problem. Kanë kaluar të gjitha këto pika të rendit të ditës vetëm për 1 minutë. Antarët e Këshillit Bashkiak, Partia Socialiste mbani vetëm dorën me kartonin jeshil ngritur dhe janë miratuar të gjitha
pikat e rendit të ditës. Ndërkohë, thash edhe një herë, ne do të qëndrojmë fort për të përfaqësuar të gjithë qytetarët e Vlorës, sepse jam i bindur që jo vetëm Partia Demokratike, jo forcat opozitare, por edhe socialistët e ndershëm janë kundër kësaj arrogancë dhe kësaj hajdutërie që ka karakterizuar dhe vazhdon të karakterizojë të gjithë administratën e bashkisë, nga i pari kryetaria e bashkisë Zonja Mersini dhe deri te punonjësi i fundit i bashkisë Vlorë, të cilët edhe një herë thash, po glaborojnë rreth 45 milionë euro vetëm për tamtame, për rroga dhe për qefet e tyre dhe kurse si për investime dhe gjëra të rëndësishme në këtë qytet. Unë edhe një herë theksoj palishmërinë e kësaj mbledhje dhe heqjen flagrante me dhunën e kartonave të fjalës së të gjithë këshilltarëve të opozitës, të cilët pa diskutim kishin diskutime e tyre për këtë buxhet i cili thash edhe një herë është vënë përpara për të vjedhur nga administrata e bashkisë. Sot ishim përgatitur për të diskutuar për buxhetin. Opozita ka të drejtën e fjalës, ata kanë shumicën e votave. Na hoqën të drejtën e fjalës si kur ndonjëherë. Ne nuk tham asnjë nga analizat që kishin bërë për buxhetin e vitit 2026. Ishte shumë flagrante mbyllja e Vismoçka e dha urdhër, Elpinishi e aprovoi me njerë dhe u mbyll dhe në mënyrë shumë të shpejt u aprovuan të gjitha ato ligje dhe vendime që ishte dita më e mirë, më e rëndësishme, mbledhja më e rëndësishme e Këshillit Bashkiak për gjithë vitin, është kjo analiza e buxhetit, diskutimi i buxhetit që u kalua në mënyrë shumë flagrante. Domethënë ne sot po ndjehemi të fyer mbi të gjitha, ku nuk dham gjykimin ton, mendimin ton për atë që pam në buxhetin e vitit 2023. Çfarë jeni kundër këtij buxheti ju që nuk u diskutuat dhe nuk u Shiko, unë mund t'ju them disa pika, mund t'ju them që vetëm pastrimi dhe gjelbërimi nga viti i kaluar do të marri 3.1 milion euro më shumë. Që nuk kuptohet se për çfarë do të shkojnë këto lek, janë 3.1 milion euro më shumë, në të njëjtën kohë 44% e gjithë buxhetit ose rreth 20 milion euro e këtij buxheti në totalin e tij që është planifikuar në 45 milion euro do të shkojnë vetëm për rroga dhe sigurime shoqërore. Në të njëjtën kohë jemi kundër administratës të Tej Fryr, e cila vetëm mbledhjen e kaluar ka shtuar 116 punonjës të rinj dhe thash edhe një herë, ky buxhet nuk është për qytetarët e nderuar. Ndërmarrja e shërbimeve publike nga 1.9 milion euro shkon në 2.5 milion euro. 3 milion euro thonë që do të shkojnë për asfaltimin e qytetit, ndërkohë nuk është asnjë projekt i detajuar se ku do të shkojnë. 3.8 milion euro vetëm për një shkollë, ku ndërkohë ka shkolla të tjera më emergjente të cilat thashë kam ritheksuar edhe në këtë mbledhje të Këshillit, që ka shkolla që çfarë bie jashtë bie brenda shiu, vini gjithë tek fëmijët dhe janë prioritetet të cilat duhet përcaktojnë buxhetin dhe jo qefet e këtyre për të bërë projekte për të vjedhur lekët e qytetarëve. Janë me qindra raste të cilat ne kemi denoncuar dhe do vazhdojmë të denoncojmë. Vetëm 1 milion euro, rreth 1 milion euro merr autorizimi kryetare e bashkisë vetëm për festa dhe festime dhe për fishek zjarre për t'i bërë për vitin që do të vi, vitin ushtrimor që do të vi. Pra ne në të gjithë buxhetin që kemi analizuar është një buxhet i cili nuk u takon qytetarëve. Është një buxhet i cili që në total shkon rreth 75% për rroga, sigurime shoqërore dhe shpenzime operative i gjithë buxheti. Pra nuk ngelet gjë për qytetarët dhe për investime. Kanë të hajdut, ku është mekanizmi i vjedhjes? Mekanizmi, ja po a them dhe këtë. Shiko, e para njerë kjo pjesës së akuzës tonë lidhur me hajdutërinë ka ardhur si pasojë e mos realizimit të projekteve të viteve të kaluara, eficiencës së administratës së bashkisë për të mbledhur të ardhurat dhe për t'i menaxhuar ato siç duhet. Janë absolutisht të paftë. Në të njëjtën kohë dua të theksoj. Absolutisht të paftë, në të njëjtën kohë disa prej tyre janë edhe hajdut sepse ne kemi parë që shumë prej ato tendera apo prokurime publike që këta kanë bërë, kontrolli i lartë i shtetit i ka gjetur të gjitha me shkelje flagrante të Komisionit të vlerësimit të ofertave dhe të kritereve të përcaktuara. Pra të gjitha tenderat që këta bëjnë janë pothuajse të paracaktuar për shkak të kritereve që këta vendosin dhe firmave të cilat këta bëjnë marrëveshje për të ndarë ato fitime. Opozita ka si hall të parë prefektin e Qarkut për të mos i dhënë ligjshmërinë dhe do të theksojmë pa diskutim edhe problematikën e zotrinjve që ishin këtu dhe protestuan, të cilët nuk u lanë me arrogancë përsëri dhe forcën e policisë bashkiake dhe policisë shtetit që të ishin pjesë e mbledhjes së Këshillit Bashkiak, kur theksoj mbledhjet e Këshillit Bashkiak janë të hapura për qytetarët që ata të dëgjojnë, natyrisht nuk janë që ato të prishen nga njerëz të cilët vinë dhe bëjnë rëmuj, por që duhen pritur këta qytetarë sepse janë këta qytetarë nëpërmjet këtyre taksave të cilët paguhet administrata nga kryetaria e bashkisë dhe deri tek punonjësi i fundit. Duket se edhe mbledhja e sotme në Këshillin e Bashkisë së Vlorës nuk ka kaluar pa debate të cilat kanë vijuar edhe pas përfundimit të saj. Opozita ka kundërshtuar miratimin e buxhetit në Këshillin e Bashkisë së Vlorës, duke theksuar se do të drejtohen institucionit të prefektit për mos miratimin e tij, ndërkohë që kanë dalë edhe në mbështetje edhe të shoqatës së transportit të autobusave interurban, duke kërkuar që për këtë të fundit të gjendet një zgjidhje.